Përshëndetje të nderuar teleshikues të Drita Televizion, do t'jemi së bashku në këtë edicion informativ, ju njohim ndërkohë me zhvillimet e ditës. Pak ditë pas vendimit për vulën e Partisë Demokratike, ambasadorja amerikane Yuri Kim ka nisur takimet mbi përgatitjen e zgjedhjeve vendore. Nga demokratët, përfaqësuesja SBA-s në Tiranë ka diskutuar me Ali Beajin, duke mbajtur të pandryshuar qëndrimin sa i përket Berishës, ndërsa ka zhvilluar vizitë edhe në selinë e socialistëve dhe të Partisë së Lirisë. Afrimi i datës së zgjedhjeve vendore dhe afatet për regjistrimin e kandidatëve ka shtuar takimet e ambasadores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës me partitë politike. Yuri Kim ka zhvilluar një diskutim prej rreth 30 minutash me sekretarin e përgjithshëm të Partisë Socialiste Damian Gjiknuri. Në deklaratën e bërë për mediat zyrtari i lartë socialist shprehet se rekomandimet e Odirit dhe kontributi për realizimin e procesit zgjedhor në përputhje me standardet më të mira ndërkombëtare ishin në qendër të takimit. Si gjithnjë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten në krah të Shqipërisë në përpjekje për të garantuar zgjedhje të lira të ndershme, shpreh Gjiknuri. Mëtej, Kim ka takuar në selinë e kryesisë së kuvendit me Ngelet Ali Beajin, të cilin të premten gjykata e apelit i dha të drejtën e përdorimit të vulës së Partisë Demokratike deri në shqyrtimin e përfundimit në shkallën e parë. Pas rreth një orë takimi, u theksua se një vëmendje të veçantë ju kushtua problemeve të ngritura më herët në proceset zgjedhore. Ndryshe nga socialistët, Ali Beaj ka shtuar se biseda u ndal edhe në pastërtinë e figurës së emrave që do të jenë pjesë e garës zgjedhore. Votimet e 14 majit ishin temë takimit të ambasadores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe në Partinë e Lirisë, aty ku Kim diskutoi me Ilir Metën. Turi takimeve duket se ka rikthyer edhe një herë qëndrimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Berishën, me të cilën janë ndërprer marrëdhëniet prej momentit të shpalljes non grata. 49 parti politike kanë dëzuar në Komisionin Qendror Zgjedhor kërkesën për të kaluar në zgjedhjet lokale të 14 maj 2023. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi sot kërkesën për 42 parti dhe nesër për 7 parti, përfshirë 2 kampet e Partisë Demokratike. Pra nesër do të vendoset fati i Partisë Demokratike nëse do të regjistrohet apo dhe cili prej kampeve do të regjistrohet. 8 marsi i ka kthyer gratë dhe vajzat në qendër dhe të mesazheve të politikës. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj ka theksuar rolin thelbësor të tyre në familje dhe në shoqëri. Nga ana tjetër, mazhoranca e opozitë janë ndarë sa i përket mbështetjes, por edhe braktisjes së tyre. Gratë e mrekullueshme të këtij vendi janë shtylla që mbajnë në këmbë familjen dhe çojnë përpara shoqërinë. Nderim dhe falënderime për to janë për të gjithë jetën. Me këtë mesazh në rrjetin social Facebook, presidenti Bajram Begaj ka uruar 8 marsin. Edhe kryeministri Rama ka përshëndetur përmes mesazhit në rrjetin social Facebook ku urimit i shton risinë që në këtë vit dhe në vijim nënat e papuna me 3 ose më shumë fëmijë, sigurimet shoqërore e shëndetësore u paguhen nga shteti pas këshillimit kombëtar ku shumica dhanë pëlqimin e tyre për këtë risi. Sali Berisha, veç urimit në rrjetet sociale, ka zgjedhur të festojë dhe me gratë e Partisë Demokratike në kafenen e vendosur në Selim Blu. Ilir Meta nuk është ndalur vetëm te urimi, por edhe te mesazhet politike. Ta edhe ministrat në nisje të deklaratave tyre për mbledhjen e qeverisë kanë uruar 8 marsin. Sigurisht që dhe në gjykimin tim kjo është një ditë proteste kur të gratë kanë fituar të drejtat e tyre dhe uroj që të vijojnë protestat, gratë të ngrënë zërin aty ku më shumë ka nevojë. Në muajin prill, qeveria ka parashikuar që të marrë taksën e jashtëzakonshme të prodhuesve të energjisë dhe me këtë taksë të re në buxhetin e shtetit kishte premtuar një tjetër bonus për pensionistët. Ministri i Ekonomisë dhe Financave Delina Ibrahimaj tha se ende nuk ka një vendim në lidhje me këtë, teksa renditi nismat e qeverisë për indeksim dhe rritje të pagave. Për muajin prill nuk do të ketë paketë refinanciare nga qeveria për pensionistët. Rritja e çmimeve do të përballohet vetëm me indeksimin e pensioneve që ka nisur të diskutohen në qeveri. Për këtë, Ministria e Financave Delina Ibrahimaj shton se po shikohen masat e shtesës që do të jepen. Në fakt, ne kemi të parashikuar në buxhet për këtë vit një fond i cili i dedikohet mbështetjes sociale. Ne punojmë intensivisht për rritjen e pagave dhe do të synojmë që në fakt pagat të rriten gjatë vitit jo vetëm për punonjësit e administratës publike, por edhe punonjësit në sektorin privat. Një nga hapat që ndërmorëm
që është një hap shumë i rëndësishëm, është dhe rritja e pagës minimale, si asnjëherë tjetër, nga data 1 prill do aplikohet paga minimale prej 40.000 lekësh, pra 6.000 lekë më e lartë se ajo që është sot, e cila do të ketë një impakt jo vetëm në pagat, në punonjësit të cilët janë pagamarrës minimal, por edhe në të gjithë strukturën e pagave, jo vetëm në administratën publike, por në sektorin privat. Për sa i përket pensioneve, ne kemi një politikë e cila tashmë është e konsoliduar për indeksimin e pensioneve në bazë të inflacionit. Pensionet gjatë vitit kaluar u indeksuan 2 herë dhe ne do të vijojmë me politikën e indeksimit pensioneve me qëllim që të gjithë efektet e krizës dhe të çmimeve të shtuara prej inflacionit të luftës të mos kenë ndikim në pensionet e pensionistëve. Për momentin nuk kemi përcaktuar një politikë të dhënies së një shpërblimi të menjëhershëm në muajin prill. Në mbledhjen e qeverisë është folur edhe për rikthimin në detyrë të punonjësve të policisë së burgjeve që janë larguar më parë me dorëheqje, por nga ky proces përjashtohen ata që kanë marrë masa disiplinore. Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja e ka quajtur një shenjë të mirë praninë e Agjencisë Amerikane të Antidrogës DEA në Tiranë. Sipas tij, vendosja e kësaj zyre në vendin tonë dhe thirrja për denoncime tregon besueshmëri dhe vullnet për bashkëpunim. Për ministrin e Drejtësisë Ulsi Manja, hapja një zyre të re sinjalizimit të DEA-s amerikane në Tiranë është bashkëpunimi mes institucioneve të dy vendeve dhe besimin ndaj institucioneve shqiptare. Unë e konsideroj si shenjë besimit të fortë të autoriteteve të DEA-s me institucionet shqiptare. Bashkëpunimi i drejtanishëm i agjensive ligjzbatuese shqiptare me DEA-n, por edhe me të gjithë misionet e tjera që janë në Shqipëri, është shenjë fortë e bashkëpunimit me institucionet tona dhe e forcimit të këtij bashkëpunimi. Bashkëpunimi ndërmjet prokurorisë, agjensive të tjera të zbatimit ligjit, përfshirë dhe policinë e shtetit, me partnerët tanë amerikan, ka qenë korrekt, i bashkëpunim reciprok dhe që tregon se besimi i këtyre partnerëve tek strukturat tona ligjzbatuese vjen në rritje. I pyetur për eksponentët shqiptar në Dubai, Manja tha se mungon bashkëpunimi praktik me autoritetet atje, por sipas tij Shqipëria do të vazhdojë të krijojë një marrëveshje me autoritetet e Dubait për ekstradimin e tyre. Nuk është mungesë vullneti dhe bashkëpunimit të autoriteteve shqiptare për të patur një marrëveshje dypalshe edhe me Dubain. Sigurisht që secili shtet në nënshkrimin e marrëveshjeve dypalshe të bashkëpunimit ndjek politikat e veta. Bashkëpunimin deri tani realizojmë mbi bazën e konventave që janë ratifikuar nga ne, por edhe nga autoritetet e Dubait. Sigurisht mungon bashkëpunimi praktik me autoritetet e Dubait. Kanë politikat e tyre, por kjo nuk do të thotë që ne do të rreshtim së kërkuarit të kemi një marrëveshje me autoritetet e Dubait për ekstradimin e personave të krimit që fshihen atje. Ministri Manja tha se në mbledhjen e qeverisë janë kaluar gjithashtu disa ndryshime në ligj mbi policinë e burgjeve, ku është vendosur se këtyre të fundit nuk do të lejohet mbajtja e armëve jashtë orarit të punës. Vijemi të tjera informacione, me pankarta jam e fat që jam nën, mos e lëndo për duaje, po godet gruan, po godet jetën tënde, gratë dhe vajzat e Partisë Demokratike protestuan 8 mars para dyerve të kryeministrisë. Pankartat me mesazhe u shpërndan në shkallët e kryeministrisë si një formë reagimi ndaj të drejtave të grave. Me pankarta jam e fat që jam nën, mos e lëndo për duaje, po godet gruan, po godet jetën tënde. Gratë dhe vajzat e Partisë Demokratike protestuan këtë 8 mars para dyerve të kryeministrisë. Kryetaria e kësaj lidhje, Albana Vokshi, rënditi rastet e dhunës, por edhe të vrasjeve të grave në vendin tonë, që sipas saj janë shtuar nga mungesa e vëmendjes nga kjo qeveri. 135 gra të vrara që nga viti 2014 deri më 2021 për shkak të dhunës në familje. Mbajeni mend këtë numër, 135 gra që shteti nuk i mbrojti, që i la në duart e dhunuesve. 1900 raste dhune të evidentuara nga policia, më shumë se në 2013. Mbi 1400 urdhra mbrojtje, më shumë se në 2013. Por, as urdhrat e mbrojtjes nuk po i mbrojnë dot gratë. 3 gra u vranë pak ditë më parë. 3 të tjera u plagosën nga një njeri që qeveria e dinte që ishte i dhunshëm,
por nuk mori asnjë mas. Gratë dhe vajzat dhanë mesazhe për të drejtat e tyre të munguara. Ky vend prej kohësh e ka cënuar, e ka dhunuar, paragjykuar, nënvlerësuar figurën e gruas. Dhe me keqardhje them se dhe pse tashmë jemi në 2023, ky vend nuk po bën ndryshim. Dhe jemi ne për vajzat e ka më shumë të thirrje, të cilat dua të bëjmë ndryshimin. Nën jam sot, kam 2 kalamaj, jam pa burr, jam mes të rrugëve. Prej një këtij shteti më ka hedhë në rrugë, më ka heq nga puna dhe nuk kam menduar ku jetoj, me çfarë paguaj dritat, me çka ha, me çfarë ushqehem. Një realitet i ndërtuar keq për secilin që jeton këtë vend, e akoma më keq për gjininë femrore, e cila thyet, dhunohet, përçmohet e masakrohet. Jo vetëm nga individi, por nga një sistem mitër të papërgjegjshmish që shkaktojnë masakra horror në zinxhir. Sot, fatkeqësisht, flitet për gra që vriten me paralajmërim. Sot flitet për gra dhe vajza të cilat varfërohen çdo ditë e më shumë. Sot flitet për gra pushtetare që me forcën e pushtetit kryejnë krime. Sot flitet për gra dhe nëna dhe motra të cilat kanë ngelur vetëm, sepse vëllezërit, burrat, fëmijët e tyre fatkeqësisht e kanë braktisur Shqipërinë për një jetë më të mirë. Gratë dhe vajzat dhuruan lule mimoza për efektivet e policisë të cilat qëndronin përpara kryeministrisë. Pankartat me mesazhe u shpërndan në shkallët e kryeministrisë si një reagim ndaj të drejtave të grave. Këpucët e kuqe ishte projekti i zgjedhur në ditën ndërkombëtare të gruas në qytetin e Kavajës, ku 10 këpucë të kuqe u vendosën në sheshin e qytetit si shenjë proteste dhe kujtim i të gjitha grave që kanë humbur jetën prej dhunës. Përmes instalacionit këpucët e kuqe u përcollën mesazhe sensibilizuese kundër dhunës ndaj grave. 8 marsi është dita ndërkombëtare e gruas, një ditë feste për nënat, gratë dhe vajzat, por edhe një ditë proteste kundër dhunës ndaj tyre. Zapatës Ros, këpucët e kuqe, ishte projekti i zgjedhur për të prezantuar në ditën ndërkombëtare të gruas në qytetin e Kavajës, ku 10 këpucë të kuqe u vendosën në sheshin e qytetit si shenjë proteste dhe kujtimi i të gjitha grave që kanë humbur jetën prej dhunës. Në aktivitetin organizuar ishin të pranishëm përfaqësuese të bashkisë, institucioneve të ndryshme të qytetit, si dhe mjaft qytetar. Përmes instalacionit, këpucët e kuqe u përcollën mesazhe sensibilizuese kundër dhunës ndaj grave. Drejtoresha e Shërbimit Social në qytetin e Kavajës, zonja Medina Popoj, teksa përcolli mesazhin e saj në këtë ditë të veçantë, shpjegoi edhe simbolikën e instalacionit këpucët e kuqe që u vendos për herë të parë në qytet. Po japim kontributin tonë në formën e ndërgjegjësimit dhe sensibilizimit të shoqërisë me anë të këpucëve të kuqe, instalacionit në ndërgjegjësimin dhe simbolizimin e të gjitha grave të dhunuara, të cilat kanë humbur jetën nga dhuna në familje dhe dhuna në shoqëri. Këpucët e kuqe janë një histori e cila ka nisur nga një arkitekte meksikane e cila ka humbur motrën e saj në moshën 32 vjeçare dhe ka nisur ajo rrugtimin e parë dhe kanë bërë që nga viti 2009 për gati më shumë se 10 vite kanë bërë xhiro në të gjithë botën duke bërë sensibilizim në qytetet më të mëdha. Unë besoj fort që ne të gjitha femrat mundemi dhe besoj fort që ne të gjitha bashkë mund bëjmë më të mirën. Sot gratë në të gjithë botën protestojnë masivisht për të mbrojtur të drejtat e tyre, të cilat janë në rrezik në shumë vende. Le të ndjekim parashikimin e motit. Territori shqiptar për ditën e njëjtë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare, ndërsa shiu me intensitet të ulët. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 1 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 18 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 9 metër për sekond në drejtimin juglindor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 5 ballë, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 11 deri në 12 gradë Celsius, Kukës 3 deri në 8 gradë Celsius, Peshkopi 5 deri në 13 gradë Celsius, Tiranë 11 deri në 15 gradë Celsius, Durrës 12 deri në 15 gradë Celsius,
Kavaj 12 deri në 16 gradë Celsius, Elbasan 10 deri në 16 gradë Celsius, Berat 8 deri në 17 gradë Celsius, Korç 1 deri në 9 gradë Celsius, Vlorë 11 deri në 18 gradë Celsius, Gjirokastër 5 deri në 13 gradë Celsius, Sarandë 7 deri në 13 gradë Celsius. Territori i Kosovës për ditën e njëjtë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 5 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 15 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi 1 deri në 5 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovic 7 deri në 13 gradë Celsius, Podujev 7 deri në 13 gradë Celsius, Skënderaj 8 deri në 12 gradë Celsius, Pej 6 deri në 13 gradë Celsius, Prishtinë 7 deri në 14 gradë Celsius, Gjakov 9 deri në 13 gradë Celsius, Malishev 9 deri në 13 gradë Celsius, Gjilan 5 deri në 15 gradë Celsius, Ferizaj 6 deri në 15 gradë Celsius, Kaçanik 5 deri në 14 gradë Celsius, Prizren 7 deri në 12 gradë Celsius. Të nderuar televizionistë të Drita Televizion, kjo është gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë do të takojmë në edicionin tjetër. Deri atëherë, mirë takofshëm.